Thirrjen si dëshmitar në procesin Partizani të kryeministrit të vendit Edi Rama, SPAK ja la në dorë gjykatës antikorrupsion. Në procesin me të pandehur Sali Berishën, dhëndrin e tij Marber Maltezin dhe të tjerë, kjo kërkesë është bërë nga grupi mbrojtës që pretendon se dëshmia e tij do të sillte zbardhjen e së vërtetës për privatizimin e ish-klubit sportiv Partizani. Një zëri avokatët thonë se Edi Rama, kur ka qenë kryetari i Bashkisë së Tiranës, përpiloi bazën ligjore për ndryshimin e destinacionit të Truallit nga klub sportiv në shesh ndërtimi. Gjatë seancës së njëjtës, prokuroria Enkeleda Millonajo, që përfaqëson akuzën e SPAK bashkë me Arben Krajen, nuk e kundërshtuan thirrjen e kryeministrit si dëshmitar, por kërkuan që vendimi të merret nga togat e zeza. Po nga ana tjetër, SPAK kundërshtoi marrjen e dëshmisë së agentit të byros kombëtare të hetimit, për të cilin mbrojtja ka sjellë një foto që provon se ai ka qenë i pranishëm në një nga mitingjet e Partisë Socialiste. Millonaj thotë se ai është bërë pjesë e hetuesve në vitin 2023, ndërsa fotoja daton shumë kohë më parë. Ndaj dëshmia e tij nuk provon asgjë në proces. Një tjetër kërkesë që më herët kishte bërë Marber Maltezi ishte t'i lirohen 25 pasuritë e tij të sekuestruara, pasi ngrirja e tyre e vendos atë në pamundësi ekonomike. Por SPAK argumentoi se familja Maltezi ka të tjera pasuri dhe masa e sekuestros nuk e vendos atë në vështirësi ekonomike. Në fjalën e tij, Maltezi tha se gjyqtarja Irena Gjoka dhe ajo e apelit të posaçëm Iliriana Oldashi kanë zhdukur nga proces verbali pretendimin e tyre se gjyqi është i motivuar politikisht. Sipas tij, kjo i ka shkaktuar probleme avokatëve, pasi nuk kanë arritur dot të kryen mbrojtje në kushtetuese. Vendimi për të gjitha këto kërkesa do të merret në datën 15 prill. Të bashkëpandehur në proces janë ndërtuesi Fatmir Bektashi, që ndërtoi 17 pallate mbi trojet e privatizuara, Loteria Andja Pustina dhe shoqëritë Home Plan dhe Kontakt. Politika që ndjek një qeveri, këtë e bën vetëm gjykata kushtetuese.